Rajoni Lezhës po zgjon gjithnjë më shumë interesin e investitorëve vendas dhe të huaj. Zonat më të kërkuara janë Bregdeti i Shëngjinit dhe Itales, ku ka nisur një sër projektesh në sektorin e turizmit, ndërsa të tjera janë në proces të miratimit të lejeve. Konfirmimi ka ardhur nga kryetari i Bashkisë Lezhë, Pirin Dreu, sipas të cilit investimet private përmes vjeljes së taksës së infrastrukturës kanë rritur të ardhurat dhe kjo përkthehet në më shumë investime për Lezhën. Viti tjetër akoma më i fortë për arsye të taksës së infrastrukturës, e cila ndron edhe marsh, pasi referencat do jenë shumë të larta se sa janë tash. Domethënë në kuptimin e pagesës do kemi shumë më tepër, plus pastaj edhe administrimi i jonë, i cili ka qenë, mendoj se ka qenë shumë korrekt. Ne 59% buxhetit ton, me lekët tona e çojmë tek investimet. Interesi i investitorëve, edhe shqiptar, në Lezhë është në nivelet më të larta historike. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që të ketë një interes kaq të lartë. Vazhdojnë disa resorte nga më të mirat nga arkitektët më të mirë, normalisht se kjo përkthehet në të ardhura, duke përkthyer në të ardha përkthehet në investime, dhe ne kemi pse besojmë se jemi në trajektoren e duhur për amon në një hark kohor prej 3 vjetësh, prej sot ne duhet ta kemi harru historinë e rrugëve me balt, e rrugëve. Me investimet moderne që po realizohen nga sektori privat në ndërtimin e resordeve përgjatë vijës bregdetare të Lezhës, nga Rana Hedhur deri në Tale, synohet të ecet drejt një turizmi elitar, pasi edhe infrastruktura rrugore dhe shërbimet janë përmirësuar ndjeshëm.